Ndërmarrja e rrugëve rurale pranë bashkisë Pogradec nisi paraditën e kësaj të mërkure nivelimin dhe mbushjen e gropave përgjatë gjithë rrugës Unaz, e cila për shkak të rreshjeve dhe kalimit të mjeteve të rënda ishte dëmtuar mjaft dhe gropat kishin mbuluar pothuajse të gjithë sipërfaqen e rrugës. Prej orëve të para, Afadroma ka bërë mbushjen e gropave deri tek ish SMT-ja. Një mirëmbajtje kjo e përkohshme pasi hedhja e çakullit nuk është se mban shumë. Kjo për vetë faktin se sapo të bjerë shi, gropat do të hapen sërish. Çka vë në dukje se parat që hidhen për këtë proces shkojnë dëm brenda pak ditësh. Të pyetur mbi këtë çështje, përfaqësues të bashkisë pranojnë se ndërhyrja zgjat pak, por sipas tyre kaq është mundësia e bashkisë në një kohë kur rruga është në përgjegjësinë e autoritetit rrugor shqiptar për ta mirëmbajtur, i cili deri më sot nuk ka kryer asnjë ndërhyrje. Bashkia Pogradec po ndërmerr disa aksione si riabilitimin e rrugës Unaz për të hedhur ndihmë komunitetit të qytetit Pogradec, gjithashtu dhe drejtuesve të mirëve. Ku Unaz është rrugë nacionale në varësi të autoritetit shqiptar. E gjithë kjo punë kërkon sigurisht vëmendje financiare, ku e cila po financohet nga buxheti i bashkisë. Sipas informacionit që kam unë, Unaza është në varësi të autoritetit rrugor shqiptar të Shqipërisë. Dhe do të jetë ky autoritet që do mirëmbajë? Është autoriteti i cili ai do ta mirëmbajë këtë rrugë. Është rrugë nacionale siç është shprehur më përpara. E ka bërë ndonjëherë deri më sot këtë gjë? Jo, deri më sot ne sipas informacionit që kemi nuk e ka bërë. Ne i kemi bërë thirrje, kemi kërkuar ndihmë për të riabilituar dhe për të sistemuar këtë rrugë. Kjo ka gati besoj 25 vjet që nuk është vendosur asnjëherë. Është mbajtur vetëm me mirëmbajtjen, me hedhjen e çakullit për të ardhur në kohë ose në momente ku ka nevojë dhe banorët, por kjo është emergjencia dhe është e shpejtë, domethënë nuk mund të jetë afatgjatë. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje Ministrisë së Transporteve, Autoritetit Rrugor Shqiptar, gjithashtu dhe prefektit i Çakut Korç, zotit Ardit Konomi, të jenë në qendër vëmendjes të investimit të rrugës Unaz të qytetit Pogradec, ku qyteti jonë është një qytet turistik dhe fal zotit i ka të 4 stinë që frekutohen edhe nga turistët vendas edhe nga ata tuajt. Ne u interesuam edhe pranë ARSH-s në Korç, ku përgjegjësi këtij institucioni, Genti Pere, ka mohuar që Unazët jetë në varësinë e tyre. Sipas Perës, pronari i Unazës është Bashkia Pogradec, e cila duhet të bëjë edhe mirëmbajtjen e saj. Pra me pak fjalë, në këto 25 vite, institucionet bëjnë ping-pong, duke kaluar përgjegjësinë se kush e ka rrugën, sa tek njëri tek tjetri, dhe ata që e vuajnë këtë situatë janë qytetarët që jetojnë përgjatë saj dhe mjetet që kalojnë aty. Projekt për Unazën ka arri në vlerën e $10 milion, por që pavarësisht aplikimeve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit nuk e ka miratuar financimin e kësaj rruge.